Kaos në qarkullim, automjetet të bllokuara dhe qytetarë që presin në temperatura të larta për të marrë shërbim shëndetësor. Kjo është situata e krijuar çdo ditë në ambientet përreth Spitalit Rajonal të Lezhës, duke u kthyer në një problem serioz për pacientët, familjarët e tyre, por edhe për lëvizjen e ambulancave. Mungesa hapësirave të mjaftueshme për parkim, si dhe organizimi i dobët i qarkullimit po shkaktojnë vështirësi të vazhdueshme në lëvizjen e automjeteve, duke rritur shqetësimet veçanërisht në rastet e urgjencave mjekësore. Sa kohë ke këtu? I zysohet të pritit me djalë, qyre. I tash sa kam si ata jonse të pritet. A problem. Veçini shumë problem. Shumë pasha zotën. Qyre fëmija, sa grima të prit tal këtë diell ton. A është e vazhdueshme kjo situatë? Shumë e vazhdueshme tash 10 ditë. Mos me mujt në shtroj rrugë me një tunel. As po. Sa kohë ke këtu? Shife vete, a qeshtu? A është shqetësim kjo gjendje? Normal sa shqetësim, më shumë e thëmë, sa kena me bo? Po me pas rast emergjent. A, desin rrugë më, sa kemi bo? Ku pyet shteti për këtë punë? Parkimi kufizuar pranë Spitalit Rajonal të Lezhës dhe punimet që po realizohen në rrugët përreth janë shkaku i kësaj situate kaotike që po krijohet çdo ditë në ambientet e jashtme të këtij institucioni shëndetësor. Ndërkohë qytetarët kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për zgjidhjen e kësaj problematike.